Mëngjesi për mua është një nga vaktet më të rëndësishme të ditës, edhe pse se më duket që fillon dita mbarë ose jo, kur ha mëngjes të mirë. Edhe ndaj përpiqem që të gjej receta të cilat të më pëlqejnë, edhe të mos jenë çdo ditë të njëjtat. Tani çfarë përgatita për sot? Përgatita tërshërë, edhe e hodha bananen brenda në tigan që të skuqet pak, që bënet ashtu si karamele, ndaj dhe i hodha një çik mjaltin prej fundi, pasi e keni hequr nga zjarri, se nuk duam që të nxehet mjalti dhe të na digjet. Edhe siç mund të shikoni, bënet ashtu si karamele e gjithë përzierja dhe delo njerës fantastike. Unë e shoqërova me kosë, hodha dhe 2 lugë kosë brenda dhe pastaj këtë përzierjen me tërshërë, me banane dhe me mjaltë, të cilat janë të skuqura, e ja hodha nga lartë. Del, si tu them unë tani, e dini atë ëmbëlsirën që është që quhet milfej, ashtu ngjante. Del fantastike, më besoni. Edhe është diçka që është e re, nuk është thjesht një tërshërë, se është si karamele. Si tu a them unë tani.